Varfëria ka shkaktuar keq-ushqyerjen e 27% të fëmijëve deri në moshën 6 vjeç. Studimi Save the Children vlerëson se niveli i keq-ushqyerjes është në norma shumë të larta. Për të adresuar janë dhe normat shumë të larta të keq-ushqyerjes te grup mosha 9-6 vjeçare. Këto norma arrin 27% dhe lidhen me shkallën e varfërisë që familjet përjetojnë. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqia deklaroi se mirërritja e fëmijëve është një sfidë. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve dhe arritjeve, sistemi kujdesit shëndetësor dhe në veçanti ai i nënës dhe fëmijës përballet me sfida të përkthyera në tregues jo gjithmonë optimal të shëndetit dhe mirërritjes tek fëmijët. Ashtu si citohet edhe në gjetjet e studimit që po prezantohet, ndonë se treguesit e vdekshmërisë foshnjore fëminore mbeten ende relativisht të larta, në vitet e fundit vihet re një prirje uljeje. Në raport konstatohet një ulje e ndjeshme e shpenzimeve për kujdesin shëndetësor parësor të fëmijëve, por ministri Beqia premtoi se vitin që vjen do të ketë përmirësim të situatës. Dua të bëj një plotësim për atë çfarë është në gjetjet e raportit, ku konstatohet një ulje e investimeve publike edhe në shërbimin shëndetësor parësor, por dua të shpjegoj që viti i ardhshëm është viti kur do të aplikohet një element i ri për investimet në shëndetësi, që është partneriteti publik-privat. Sipas raportit, ndihma sociale mungon sidomos në zonat rurale, ku thuajse është jo ekzistuese. Nga 144.000 fëmijë që jetojnë në familje të varfëra, vetëm 85.000 fëmijë përfitojnë nga skema.